Egla Ceno i është përgjigjur një pyetjeje në Instagram ku një person i ka shkruar se duket goxha goci jashtë Big Brother VIP Albania, por pse brenda spektaklit zgjodhi të portretizonte një personazh të urryer. Ajo shpreh se ndoshta është treguar ashpër, por në fakt një grua që nuk ka mbështetje duhet të jetë shkëm. Mëtej aktoria cilësoi se zgjodhi të jetë vetvetja me zë, pa frikë dhe me pijamet e saj të famshme. Egla Ceno shpall fituesja e edicionit të 3 të Big Brother VIP Albania, duke u bërë para grua që fitoi spektaklin. Big Brother VIP është show, jo seminar motivimi. Ndoshta isha e ashpër, por kur je grua dhe s'ke askënd pas shpine, duhet të jesh shkëm. Te ne një burr që dominon është i fortë, një grua që bën të njëjtën gjë është e urryer. Unë zgjodha të mbaja të peshk, pa kërkuar miratim, zgjodha të mos jem e nënshtruar. Në Shqipëri është ende e vështirë që një grua të fitojë pa u gjykuar, sepse forca femërore shpesh ngatërohet me arrogancën. Zgjodha të jem pa kërkuar leje, me zë, me karakter, pa frikë dhe me pijama. Dhe jo, s'kam qenë e urryer, thjesht prisha ca imazhe të përsosura hipokrizie, pa ojna, u shpreh Egla. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.